deri në fund kanë vetur për kushtrimin dhe ekipin e tij 1 minutë e gjysmë janë gjithsejt për të shënuar sa më shumë. A do të arritë shënë? Jemi në lojën e radhës, është një lojë pak ekstreme, basket ekstrem. I kemi 2 ronde, se cili rondi ka nga 5 pikë. Mysafirët tonë, garuesit duhet të ecin mbi tra dhe të shënojnë kosh, por jo me dorë as me kom, por e kanë një sen shumë interesant. Po ja di emrin qysh mi thonë kësoj, kacija e pizza. 2, 1, Një minutë. loja starton. Fillon koha për kushtrimin 1 minutë e gjysmë, i ka që të shënoj sa më shumë që Nëse i mundet. bjen topi, duhet më kësime morë të, ju me shkuat një. Hajde kushtrim, dal nga dal. Shojmë a do të arrit apo arë topin e basketbollit deri te rrezi. Stimulane, motivani, jam një ide. Vazhdon kushtrimi drejt basketit. Qashtu be. Hajde ka dole. 1 minutë deri në fund kanë vetur për kushtrimin dhe ekipin e tij 1 minutë e gjysmë janë gjithsejt për të shënuar sa më shumë. A do të arritë shënë? Mare kushtrim, gjithat rrugë vone. Shkojmë edhe njerë për fillimin. 42 sekonda i kanë mbetur kushtrimin. Shojmë tani bileta kthise. 30 sekondat e fundit, koncentrim maksimal nga kushtrimi. Shkojmë drejt shënimit të parë. Kushtrimi edhe 15 sekonda i ka. Kushtrimi. Ja ku janë 10 sekondat e fundit që tërë dush me shku pak ma shpejt. 8, 7, 6. Gjuj. Bravo, kushtrim, 1 minutë e gjysmë. Hajde se mira. Gjatë prova kemi arritur të shënojmë, ndërsa pak është edhe qerekfinalja, është një tension i madh. Edhe koha e limitune, zakonisht na kur i bojmë provat nuk kemi kohë limitune edhe nëse Ashtë domosdoshme me qenë krah djathtë e ka shmojt?